Besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin, festën që simbolizon sakrificën sublime të babait të profetëve. Në të gjithë vendin, besimtarët muslimane kanë nisur kremtimin e kësaj feste të shenjtë që në orët e para të mëngjesit, duke u drejtuar xhamive për të falur namazin. Në Tiranë, qindra besimtar musliman falen namazin në bulevardin Dëshmor të Kombit, por edhe në xhamitë e tjera të kryeqytetit. Kreu i Komitetit Musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu mbajtë një fjalim i cili teksa uroi festën, theksoi edhe rëndësinë e unitetit, dashurisë për njëri tjetrit dhe ndihmës për ata që janë në nevojë. Kreu i KMSH-s vlerësoi se është një festë dyfisht, pasi festa përkon me një ditë të rëndësishme si ajo e xumas. Besimtarë musliman ju urojmë gëzuar Kurban Bajramin për shumë vjet, që ky bajram të sjellë paqe, mirësi, begati në familjet tona dhe kudo anë kënd botës, që njerëzit kanë nevojë për klimën paqësore dhe paqen sociale. Dhe edhe një herë gëzuar për shumë vjet. Kurbani është një festë në të cilën në çdo zemër e vatër duhet të hyjë gëzimi, dora e solidaritetit dhe përkrahjes. Kjo festë është festa e ngjalljes së shpresës dhe optimizmit për të vazhduar me këmbëngulje, besnikëri ndaj Zotit të gjithësisë, sa i është falës i madh, mëshirues i pakufishëm. Sipas fesë muslimane, riti faljes së Bajramit të madh konsiston në dy momente. E para është lutja nëpërmjet të cilës shprehet adhurimi për Zotin dhe më pas vjen predikimi. Për këtë ditë të shënuar, therret një dash apo një dele e rritur, e cila i dedikohet Zotit. Mishi ndahet mes pjesëtarëve të familjes, mes miqve dhe i dhurohet të varfërve.